Pacientët vinë me një ndryshim të dukshëm, relativisht të madh shprehur, sepse prognoza mbi 4 mm depërti në thellësi është prognozë shumë e rezervuar. Pyet pacienti çfarë do ndodhe më tej. Ne mund t'i themi që ne e heqim tumorin parsor për të mos shkëputur qeliza të tjera të cilat krijojnë probleme. Bëjmë ekzaminimin e mushkërive, e mëlçisë, sepse ato janë dy organet më të furnizuara me gjak dhe pikës pari aty shfaqen metastazat, në radhë dytë pastaj truri, kockat, këto organe tjera janë dytësore. Po që se aty nuk shohim, qoftë me rentgen, qoftë me kompjuter, qoftë me rezonancë magnetike, atëherë i themi pacientit që nuk ka prani të dukshme të smundjes, por ne nuk mund garantojmë që nuk ka prani mikroskopike të pakapshme me ekzaminimet. Koha do ta dëshmoj. Po që se qelizat caktore janë shkëputur për tumorit, kanë shkuar në mëlçi, por nuk mund të kapen me ekzaminime, ato me kalimin e kohës do shumohen, se thamë që kanceri ka shumim të pakontrolluar qelizave, të pandalur, edhe do shfaqen, do bëjnë problem. Po që se smundja është kapur në stadin kur asnjë qelizë nuk është shkëputur nga tumori primar, ajo me operacion përbën shërim edhe në rastet e kancereve më të rrezikshme. Mund të ketë raste që hiqet tumori primar në këmbë, ka qelizat shkëputura, cilat mbas 6 muajve, 1 vit shfaqen në rrezën e kofshës. Po që smundja ka ndaluar aty, nuk ka qeliza të tjera, me pastrimin e rrezës të kofshës me metastazave të përnishme, smundja është zgjidhur, pacienti është i shëruar. Po që se qelizat tjera ka ikur më tej, ato do ta shfaqen vetveten me kalimin e kohës. Kjo është edhe në stadet më të avancuara ka një përqindje të caktuar të pacientëve që shërohen, por që fati i tillë ka ndodhur që nuk ka qeliza që janë shkëputur. Doktora, ka gjasa që pas një ndërhyrje kirurgjike, do me thënë, të heqjes së një tumori, të paraqitet prap o në të njëjtin vend, o në ndonjë pjesë tjetër të trupit? Mundet edhe ndodh. Pikës pari ndodh sepse në asnjë rast ne nuk mund ta dimë që qelizat që janë në ikje sipër në çfarë pjese janë të trupit. Ndodh kur operimi bëhet në mënyrë jo adekuate, për shembull këto melanomat, tumorët që fillojnë prej të nishaneve, operohen nga kirurg të përgjithshëm që nuk i din parimet e kirurgjisë plastike, sepse një melanom ka parim që duhet të hiqet me një kufit shëndosh 2 cm për rreth. Ai bëhet me një prerje të vogël, e cila vetëm e heq ndryshimin, dhe kemi pas mjaft raste që vinë me përsëritje të tilla. Për korrigjime. Patjetër për ndërhyrje të përsëritur, ose në rastet kur tumori është lënë shumë, është neglizhuar, ka infiltruar kockën, ka infiltruar struktura të tjera, edhe qelizat caktuara mbeten prapse sepse ti nuk ne heqim atë që shohim edhe që prekim, që pastaj vërtetohet mikroskop, por asnjëherë nuk ka garancion, domethënë që çdo qelizë që është mikroskopike është e mundur të hiqet. Në pjesë caktuara, për shembull në shpinë ose në kofsh ku ka lëkurë të tepërt, ti mund të bësh një prerje shumë të madhe dhe të sigurosh këtë. Po kur bëhet fjala për kapakët e syve ose hundën, atëherë depërtimi në thellësi mund të krijojë problem. Si përmenda edhe më herët kancerin bazoqelizor, që është më i shpeshti, që ka ndikim prej rrezeve të diellit, ai ka prognozë shumë të mirë sepse metastazon shumë pak, por në rastet e neglizhuara ai ka tendencë të depërtohen thellësi, ta grryje kockën, ta kapë trurin, të kapë strukturat vitale dhe në ato raste përfundon në mënyrë fatale për shkak të papërgjegjësisë së pacientit. Do ju kthej një çik prap, meqense më brengosët pakës parës, thatë se shpeshherë mund të ndodhë që do me thënë një tumor në lëkurë të operojë ndonjë kirurg jo i specializuar ose nga kirurgjia e përgjithshme. Si mund ndodh kjo kur çdo kirurg duhet ta di, do me thënë, nëse ka të bëj me kancer të lëkurës apo? Unë punën time si kirurgu nuk është kompetenca ime të organizoj shëndetësinë. Ajo është shumë e qartë. Ka të bëj këtu te organizimi i shëndetësisë, po Jo, ka të bëj te organizimi i shëndetësisë sepse duhet merren masa ndaj personave që veprojnë në mënyrë të papërgjegjshme. Ne kemi raste për shembull skandaloze që na vijnë prej qendrave më të vogla, që për hir të kolegjialitetit nuk duhet i bëjmë publike gjëra të tilla, po ka mekanizma të cilat organet që merren me organizimin e shëndetësisë mund të rregullojnë. Pikës pari është e patolerueshme që sot në shekullin e 21 lejohen sharlatan që i djegin, që s'kan as diplomë mjekësie, i djegin melanomat, i djegin nevuset. Ajo është fatale, ndërsa bëhet spektakle me mjek, bëhet show televiziv për një pacient që është ankuar se ka pritur aty 15 minuta, 2 orë, ndërsa në bank mund presë edhe 3 orë, s'është problem, ndërsa te mjeku është gjëja më e lehtë që për të shkuar për t'u ankuar.
Këto gjëra ndodhin. Por Shohim doktora, kemi sukses me shikuesin e parë për sonte, edhe pse para ti sigurisht ka pasur edhe tjerë. Alo? Mirë Mirëmbrëma, përshëndetje, urdhroni. Përrëqite jam një gjallë 18 vjeçar. Po? Dhe kam probleme me lëkurën diçka nga kishtat mu kam bo si shenja doktori që ishta për këto nishanet. Dëgjoni? Po, ju dëgjojmë, vetëm ju presim, po. Kam diçka probleme me kishtat, ka nishanet, desha ta pyes doktorin, çka është problemi, diçka kam konë të doktori, por nuk e dim, ka thonë mungojnë vitamina në lëkurë, nuk e di çka është problemi. Do t'ju sqaroj me atë sa ka mundësi pa ju parë. Me problemet lëkurës merren edhe kirurgët plastik, merren edhe dermatologët. Dallimi me thiksi thuan mes kirurgëve plastik është se kirurgët plastik trajtojnë smundjet e lëkurës, cilat trajtohen me operacion, me ndërhyrje kirurgjikale, ndërsa dermatologët trajtojnë problemet e lëkurës që zgjidhen në mënyrë konservatore. Me ilaçe, me krema. Mund të jetë me ilaçe, me krema, pa operacion. Mund të jetë ajo që thot shikuesi, që të jetë mungesë e vitaminave. Ai mund vijë unë çdo të hënë jam në ambulantën e kirurgjisë plastike, mund marrë një udhëzim prej mjekut tam, të vi ta shoh. Po që se rasti nuk ka të bëjë me kirurgjinë plastike, atëherë mund të japin një udhëzim edhe të shkojë në dermatologji, ta shohin dermatologët përse bëhet fjalë konkretisht. Doktor, ju edhe pse në një mënyrë na e sqaruat mjaft të mirë se domethënë tumori mund të i lëkurës, gjithë një flasim për atë të lëkurës, mund të prekë çdo pjesë të lëkurës, por sipas përvojës së juaj, cila pjesë e lëkurës ose e trupit është më tepër e nënshtruar sa i përket tumorit të lëkurës? Kjo ka të bëjë me atë që përmendët ju, me rrezatimin në diell, janë kryesisht pjesët e trupit njeriut që janë të ekspozuara në diell. Bëhet fjalë për kokën, për qafën, për duart. Këto janë pjesët që në cilat më shpesh preken nga lëkura, nga kanceri i lëkurës, por edhe pjesë cilat domethënë janë nënshtruar një rrezatimi i caktuar terapeutik, kanë plagë të vjetra nga djegjet, nga traumat e ndryshme. Një gjë desha të them për atë që përmendet më herët se si mund të ndodhe. Do e lëm këtë pasi të inkuadrojmë shikuesin. Alo? Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, përshëndetje. Jam një pacient prej Kubanove Raifi. Urdhroni? Ju përshëndes juve, edhe doktorin e përshëndes për zemërsisht. Jam një bashkëpunëtor i Kriqit Kuçi Maqedonisë për punë të jashtme, kurse para 2-3 javë më ka bëu operacion doktor Dika. A keni ndonjë pyetje për doktor Dikën? Jam i kënaqur shumë, vetëm se ju përshëndes për zemërsisht. Si jeni tani sfaku? Ka qenë shumë faleminderit drejt doktorit. Mirë. Faleminderit për përshëndetjen e përshëndesjes edhe unë shikuesin. Patjetër. Faleminderit. Faleminderit. I mbajmë mend pacientën pas diagnozave, më pak kështu mbas emrave, po sigurisht, po. Këtë desha të them, mund të ndodhë që edhe një mjek i përgjithshëm të heqë një nishan, por është e detyrueshme që ai nishan të dërgohet për biopsi. Po që se biopsia vërteton që nuk është nishan i thjesht, por kanceri i lëkurës që ka filluar nga një nishan, atëherë është detyra e tij ta drejtojë tek kirurgu plastik në mënyrë që të bëhet një ndërhyrje e dytë, siç tha, me një kufit shëndosh 2 cm për rreth ndryshimit. Nëse veprohet kështu, ky është veprimi i drejtë, por nëse kjo i fshihet pacientit ose ndryshimi i hequr nuk quhet për biopsi, edhe pacienti paraqitet një fazë të vonshme nga prania e metastazave, atëherë është një veprim i gabuar. Doktor, shumë më mirë ju e dini se unë, se të gjithë ne, se shpesh herë dhe ndoshta çdo kush prej neve mund të kemi domethënë ndonjë nëshan, ndonjë puçër që është e zezë, pakës më e madhe, më e vogël, ose paraqiten shpesh herë. Edhe të njëjtat mund domethënë të jenë edhe tumore beninge, sa ato domethënë janë të rrezikshme apo jo, por të shohim se kush paraqitet. Alo? Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, përshëndetje. Përshëndes emisionin tuaj shumë të mirë. Përshëndes udhëheqësin dhe veçanërisht një përshëndetje të veçantë për doktor Artanin. Jam një biri, një nane nga Shqipkovica. Po? Që e nëzor para pak, ati ishte në mosh para 3 vjetësh është operuar në Ballë. Po, e kam parasysh. Po, më kujtohet mirë. Ka qenë operacion shumë i suksesshëm, shumë i mirë, për fat që ajo ishte në mosh dhe tash nuk ka ndërmes të gjallë. Dhe por e përshëndes me një përshëndetje të veçantë dhe të gjithë ishin shumë të kënaqur për arsye se doktorin e kemi të mrekullueshëm dhe
ashtu e duhem të na duket edhe më të tje humanist pa mas. Ka qenë operacion shumë i suksesshëm. Eventualisht do një pyetje keni për doktorin? Po nuk kam ashtu po thash me vetë e përshëndes dhe tash e pash bile edhe. Faleminderit, ishte rasti që treguam me një kancer të madh të ballit që kishte prekje edhe të kockësh. Bëhet fjalë për një grua rreth moshës 85 vjeçare. Ishte një ndërhyrje e vështirë pak, po mendoj se kaloi mjaft mirë. Prej atëherë nuk e kam takuar, më vjen keq që ka ndrorë jetë ndërkohë, ndoshta nga shkaqe të tjera. Doktor, vetëm tek tumoret benigne, cilat pothuajse çdo kush prej neve mund t'i hasë në lëkurën tonë, janë të rrezikshme apo jo, edhe pse e dim se nuk guxojnë të preken, por në cilat raste mund të hiqen për shembull? Kjo është ajo që desha them, çdo njeri ka nishane, edhe njeriu mund të jetojnë me nishanet e tij pas një problem. Por tham që çdo nishan që fillon të psojë ndryshimi, çfarë do ndryshimi? Kufire, madhësie, ngritje, ngjyre, duhet hequr nishani. Lëkura këtë ka përparësi ka, se përderisa në stomak nuk mund të heqim çdo gjë, se duhet futemi të hapim barkun, në lëkurë e kemi atë mundësi që çdo ndryshim që dyshohet për kancer duhet hequr. Ajo mund mos jetë kancer, do vërtetohet më vonë me histopatologji, por që kur ekziston dyshimi, përfitimi heqja e rrezikut të kancerit është shumë më i madh se një shenjë vogël. Mirë, doktor, ju a dini se si duket këtu, edhe ndoshta shohim edhe shikuesin e fundit për sonte, se më duket se jemi edhe ka fundi emisionit. Alo? Alo, mirë mbrëma, përshëndetje. Alo, mirë mbrëma. Mirë mbrëma, urdhëroni. Paraqitet një shikues tonë afërsinë Shkupit, derisa ta vedh doktorin për një fëmijë për hemangion. Ka vështirë. Çka mund na me vëmë? Çfarë pjesë ka është hemangioma? Hemangiona s'ka vështirë ka. Në fytyrë? Po. Çfarë moshe ka fëmia? Ka fëmia 5 vjeç. 5 vjeç. Kështu atëherë. Hemangiomat janë ndryshime benigne, jo të këqija, jo të rrezikshme për jetën. Është pak problem kur ndodhen afër strukturave të rëndësishme, siç është syri, goja, hunda. Në përgjithësi hemangiomat kanë një fazë evolutive, do thotë përparimit të rritjes, të shprehjes, por pastaj me hyrjen në pubertet të fëmisë, ato kanë tendencë regresioni, do thotë tërheqjeje. Prandaj në përgjithësi rekomandohet që të ndiqet rasti dhe të veprohet varësisht prej situatës. Por nëse hemangioma pengon, rrezikon mbylljen e syrit ose të frymarrjes, atëherë mund të ndërhyret, ose po qëse ajo përbën një kompleks estetik ose psikologjik, fëmia ngacmohet në shkollë, përbën problem social, po qëse përfitimet e intervenimit janë më të mëdha se sa rreziqet, atëherë mund të operohet. Përndryshe parimi kryesor në rastin e hemangiomeve është përcjellja, sepse ato me kalimin e fëmijës në pubertet kanë tendencë regresioni, do thotë tërheqjeje. Besoj se shikuesi mbeti i kënaqur. Minuti i fundit për ju, doktor, s'do ju pyes, do ju la hapësirë që ju të na sugjeroni si masa parandaluese ose krejt çka mendoni se duhet të dim rreth kancerit në lëkurë. Kanceri në lëkurë tham që ka shkaqe të shumta. Rrezatimi i diellit që duhet shmangur është kryesori, shmangja e ekspozimit të lëndëve kimike është një faktor tjetër. Mos irritimi i lëkurës është një faktor tjetër, por parimi kryesor është kujdesi i personit për organizmin e tij. Sa herë që personi vëren që diçka e re po ndodh në organizmin e tij, ai duhet kërkoj këshillën e mjekut dhe të marrë trajtimin adekuat. Unë jam çdo të hanë në ambulantën e kirurgjisë plastike në Shkup. Secili pacient që ka ndryshime ose probleme me lëkurën, të cilat mund trajtohen në mënyrë kirurgjikale, mund drejtohet me një udhëzim të mjekut am dhe të marrë këshillën ose trajtimin e duhur në klinikën tonë. Doktor Artan Dika, falendrimet sinqerta që ndatë kohë erdhët sonte dhe na u gjetët për na informuar më detajisht rreth kancerit në lëkurë. Kënaqësia është e imja, faleminderit për ftesën. Besoj do të kemi edhe bashkëpunim të mëtejshëm. Gjithsesi, me qenë se kirurg plastik si duket shqiptar nuk kemi tjetër, nëse nuk gaboj. Kështu që besoj se edhe ju do jeni në gjendje dhe do të na ndihmoni për çdo herë kur kemi nevojë për tema që kanë të bëjnë me kirurgjinë plastike. Patjetër, ka edhe 2 kolegë të mi që janë në specializim, të cilët punojnë bashkërisht. Shpresoj që në të ardhmen numri të shtohet vazhdimisht. Në rregull, faleminderit. Shikues të nderuar, duke ju përkujtuar se ritransmetimin e këtij emisioni mund ta ndiqni nesër në orën 11, mua më mbetet domethënë vetëm t'ju përshëndes dhe t'ju dëshiroj që të jeni sa më të shëndosh, por megjithatë na vjen mirë që kemi mjekët tanë për çdo herë kur kemi nevojë të drejtohemi tek ta. Natën e mirë.